Dua të di se kë e kemi juri, por po ashtu se si është bërë kategorizimi apo pranimi i filmave të si vjetshëm, atyre që janë që do shfaqen, kërkoj ndjes, po dhe atyre fitues, domethënë, që do marrin çmime në këtë garë. Atëherë neve kemi një grup i cili e bën preselektimin, e bën faktikisht një lloj filtrimi të filmave, se me këtë rast nga 400 filma ato e kanë sjellë kun 40 filma, të cilat pastaj janë dozuar juristë profesionale. Këtë vit juria ka qenë udhëhequr nga skenaristi shumë i njohur dhe shkrimtari shumë i njohur Ylliet Aliçka, nëse dim nëse keni pa filmin Parullat, është i njëjti skenaristi Yllieti, është edhe Robert Allagözowski, ish ministri i kulturës dhe kritik i filmit, edhe Anna Bernhard, një gjermane, për çfarë arsye nuk është e fushës filmit, po neve gjithmonë kemi interes që filmat të shihen nga ekspertët e fushës, po të sjellet edhe një perspektivë tjetër, edhe ana ashtu që të sjell perspektivën e këtij kontekstit, këtyre syve të mbyllur egërsisht ka shik këtij realitetit të tmeshëm që po shohim anë kanë botës. Juria pastaj nga 40 filma ka përzgjedh 18, cilët janë futur në program për shfaqje, ndërkohë që të vlerësuar me çmim janë vetëm 3 filma për kategorinë e filmit dokumentar, filmit të shkurt dhe filmit të animuar dhe eksperimental bashkë.